2 Korrik. Trashëgimit e besimit. Tani, besimi është garanci e gjërave që shpresohen, provë bindëse e gjërave që nuk shihen, se me anë të tij morën dëshmi të motshmit. Hebrejve 11, 1-2. Si duket besimi? Në kapitullin e 11 të letrës së tij, autori i Hebrejve e trajton këtë çështje duke na paraqitur një galeri portretesh, nëse mund të themi kështu, të shenjtorëve të lashtë, burrave dhe grave që u lavdëruan për shkak të besimit të tyre. Kjo dëshmi biblike e lavdërimit nuk ka për qëllim t'i lartësoj këta individ në një status mbi njerëzor. Përkundrazi, Noeun, Mojsiun dhe gjithë të tjerët duhet i shohim si njerëz të zakonshëm, nga të cilët mund të marrim forcë dhe inkurajim, ndërsa reflektojmë për mënyrën se si Perëndia i ndihmoi ata dhe e nderoi besimin e tyre. Nëse duam të ndjekim shembullin e tyre të një besimi të gjallë të jetuar, së pari, duhet të shohim se çfarë nuk ishte besimi i këtyre individëve. Nuk ishte një ndjenjë ngrohtë dhe e paqartë që buronte nga emocionet apo rrethanat. Nuk ishte asnjë nocion i paqartë se gjithçka do të funksiononte në fund. Jo, për këta burra dhe gra, besimi në praktik nënkuptonte të besonin atë që kishte thënë Perëndia, të mbaheshin pas fjalës së tij dhe pastaj ta qeverisnin jetën e tyre në përputhje me besimin e tyre. Me fjalë të tjera, siç na thuhet edhe në këto vargje, besimi i tyre ishte një bindje e sigurt se ajo që Perëndia kishte premtuar do të realizohej me të vërtetë. Për më tepër, këta shenjtorë të lashtë e konsideronin realitetin e tyre të ardhshëm sikur të ishte i pranishëm, dhe atë që ishte e padukshme sikur të ishte realisht e dukshme. Edhe nëse nuk i pan premtimet e Perëndisë të përmbushura gjatë jetës së tyre, ata i besuan besnikërisë së tij ndaj fjalës së tij në dritën e përjetësisë. Besimi i tyre ishte një besë e rrënjosur thellë, jo në rrethanat e tyre në të tashmen, por tek ai që kishte bërë premtime për të ardhmen e tyre. Duke i jetuar besimin e tyre në një mënyrë kaq të dukshme, këta shenjtorë patën një ndikim rrënjësor në kohën e tyre. Ndikim të cilin mund ta kemi edhe ne në tonën. Sa herë që një individ, një çift, një familje ose një kish është gati të kapet pas fjalës së Perëndisë dhe të bëjë atë që thot ai, jetët do të transformohen. Nëse e bëjmë këtë, ne do ta kuptojmë më mirë se kush është Perëndia dhe se çfarë ka bërë ai, dhe do të jemi në një pozitë më të mirë për të sjellë një ndryshim në këtë botë dhe për përjetësinë. Nga të gjitha gjërat që ishin të vërteta për shenjtorët e paraqitur të Hebrejve 11, e vetmja karakteristikë bashkuese që i futi ata në këtë galeri portretesh, ishte besimi i tyre në Perëndinë e gjallë. Një siguri se premtimet e Perëndisë ishin në gjendje për të mbajtur peshën e shpresave të tyre, si dhe një bindje e qëndrueshme se ajo që kishte thënë Perëndia ishte po aq e vërtetë sa ajo që mund të shihnin ata. A i keni edhe ju një besim të tillë? Meditoni për të gjitha premtimet tuaja nga Perëndia në Krishtin. Reflektoni për të gjitha premtimet që Perëndia tashmë i ka mbajtur gjatë historisë dhe në mënyrë supreme në vdekjen dhe ringjalljen e birit të tij. Atëherë do të jeni në gjendje që, me gëzim dhe vendosmëri, të caktoni përparësitë tuaja dhe të merrni vendime duke u bazuar në premtimet e tij dhe jo në rrethanat tuaja.